konstatoj se Këshilli i Komunës me 31 votë për, asnjë kundër dhe asnjë të mbajtur, pikën e propozuar nga këshilltari Besedureti e shtoi rendin të ditës së seancës së 7. Unë do të kundërshtoj që mos futet hiç fare në rendin të ditës. Se nuk ishte pjesë e rendit të ditës, jo sot e propozoj pikën e rendit të ditës, dhe tash dëshiroj të shprehem që mos futet në rendin të ditës. Pikë e rendit të ditës dhe tash ne do të diskutojmë këshilltarët, po nuk e miratuar, nuk është e miratuar me ne. Inderuari kryetari i Këshillit, pikë pari duhet të më lejoni që të shprehem se pse nuk duhet të jetë pikë kësaj të rendit të ditës. Ndërsa ju a do votoni, nuk do votoni, çka duni bëni, ju vendosni ju vetë. Do thotë nuk mundet në mënyrë flagrante të anashkalohet Këshilli i Komunës së Gostivarit për shkak se është pikërisht ky këshill që vendosën për ndrimin e çdo date. Nuk mund dikush nga dëshira e vetë të vendosë se haj pi nesër të ndryshojmë ne këtë. Nëse duhet ndryshohet, është ky këshill që duhet ta ndryshon dhe as kërkush tjetër nuk mund ta ndryshon këtë datë. Disa fjalë që kaloj në kuadër të Komisionit për Veprimtari Publike, domethënë janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore ashtu siç duhet, edhe pse këtu tekson diçka tjetër. Që kjo pikë e rendit ditës përfshihet në kuadër të seancës së sotme dhe më pastaj vendosin këshilltarët se do të jetë kjo datë ditë e Komunës së Gostivarit apo jo. Domethënë kaloj në kuadër të komisionit me mbështetjen e të gjithë këshilltarëve, të cilët janë antarë të atij komisioni. Për shkak se ka shumë argumente dhe na nuk flasim për menç, edhe nuk bëjmë datë festive për qefin e vetvetes së vete ose për qefin e dikujt. Por na datë festive bëjmë për interesat e qytetarëve të Komunës së Gostivarit, për interesat e gjithë qytetarëve të Gostivarit. Edhe kemi argumente. Nuk dim në çka themi për 23-shin e dhjetorit, çka ka ndodhur në Gostivar. Pse ka ardhur kryetari i cili ka humbur zgjedhjet edhe na duhet ta quajmë festive për qytetarët e Gostivarit, për shkak mendje madhësisë së tij, që nuk ka asnjë argumentues pse qytetarët e Gostivarit festohet. Për 96-ën e 97-ën, se pranon logjika edhe është e papranueshme për gjithë qytetarët e Komunës së Gostivarit. Gjithë qytetarët, gjithë shoqatat, jo qeveritare, e din se për herë të parë pluralizmi dhe demokracia ka filluar në Komunën e Gostivarit në vitin 1992. Besoj që tash ka ardhur edhe koha, nëse e ndryshoni datën e Komunës së Gostivarit, është mirë ta ndryshoni edhe flamurin e sistemën e komunës ta ndryshoni, të ndryshoni këtë gjëja për shkak se lidhen më tepër me komunizmin. Është bërë luftë e madhe që atëherë kur u bë kjo datë kur u saktu, të hiqet data 18 nëntori që ka qenë çlirimi i Gostivarit, ndërsa tash ju sërish na ktheni këtë çlirimi i Gostivarit. Ala na ktheni partizant, na ktheni ju në Komunën e Gostivarit. Unë nuk dal për shkak të këshilltarit i cili nuk din se çka flet, edhe nuk e din çka thot, dal vetëm për atë se ai ofendoi shumë gjithë qytetarët e Komunës së Gostivarit dhe çanarisht shqiptarët, ku i quan komunist. Qytetarët e Gostivarit kanë ekzistuar edhe në periudhën e shkuar të sistemit komunist, po edhe atëherën me sakrificat të mëdha, qytetarët e cilët kanë qenë në vende udhëheqëse kanë punuar, po edhe janë dënuar me burgje, edhe janë torturuar me burgje për shkak se kanë dashur që në qytetin e tyre të vije liria, barazia, drejtësia, të vije demokracia. Kryetari aktual gjithçka na tha, po lidhje me këtë nuk na ka asgjë tjetër. Gjithmonë potencion se flitet për të mirën e qytetarëve, mirë po, ai 6 muaj ka qenë i kakrahut për Komunën e Gostivarit dhe nuk ka qenë demokracia vërtet. A këtë ju që thoni, ka qenë një periudhë e përplasjeve politike, nivel qendror dhe lokal. Edhe mandatin ata e shuan deri në fund dhe bën punë në interes të qytetarëve të Gostivarit, aq sa kishin mundësi, edhe sa kishin di. Të nderuar këshilltar, i nderuar i kolegë. Ju drejtojmë në emër të këshilltarëve pra të grupit tonë. Është koha që hip një fund diskutimeve të kësaj natyre, se ne veprokemi këtu si kokat kur disura edhe dikush tjetër na u theq. Ne këtu krejt jemi njerëz të pjekur,
edhe jemi të vetëdijshëm për vendimet që ne I votojmë. Nuk na dirigjon askush, sa I përket asaj. Sa I përket emocioneve, fjalimet e juaja çdo herë janë plot me emocione. Nuk mund të kthehem 92-shin, se 92-shin kam qenë fëmijë, po me siguri edhe ju keni qenë shumë I ri për të bërë kështu retrospektiva, pra çka ka ndodhur atëherë 6 muaj që ka anashkalu demokracia. Unë nuk shoh pse për herë punët të jenë të komplikume kur mund të jenë edhe të thjeshta. Është pikërisht paraqitja juaj emocionale dhe jo paraqitja ime. Ju as pak nuk ju referu argumenteve të mia që I prezentova, për I referoni tamam që asaj se dikush ju dirigjon ju. Është për të habit se si mund ju të quani shumë të thjesht ndryshimin e datave, dhe unë kërkoj prej juve personalisht të më tregoni se a o debatu në komunën e Gostivarit për ndryshimin e datës së komunës së Gostivarit. Tu shpreh, mirë po në mbledhjet në koordinative që I mbajmë atëherë, nuk e shoh të arsyeshme edhe pse merrni pjesë, edhe pse deklaroni për ato se në Këshilli I Komunës nuk duhet të ketë ofendime, duhet të ketë konstruktivitet, duhet të ketë transparencë. Unë këtë nuk e shoh nga ana juaj. Unë jam për mirë kuptim, për marrëveshje, për jo ofendim. Mirë po kjo që ndodh nuk shkon me atë që ju shpreheni kur kemi ne mbledhje kishim pra mbledhje konstruktive me kryetarin e Këshillit. Dhe merrni ju obligimin që t'i thoni kryetarit tuaj që mos e vendore në këtë sallë. Dhe ai para 10 minutave e bëni të njëjtën gjë, sekretari ju që ka humbë zgjedhjet, kryetari ju që ka humbë zgjedhjet. Ne të më tregoni ti, a është ofendim apo është ofendim? Para 10 minutave e bëni. Ora dhe ti nuk fol me ti dinë atje dhe fol ti atje. Merë fjalën dhe fol ti atje. Nëse jeni konstruktive, ti bëni konstruktiv, thoj atje le të më shëlqoj. Hajde thoj. Hajde të thoj se nuk jeni dirigjon. Nuk është korrekt, nuk është kjo. Ofendimin më të madh ju ja bënë këtij Këshilli në mbledhjen e parë konstitutive pra. Elshut mbledhjen në mënyrë demonstrative, nuk keni votu asnjë vendim që bihet për të mirë qytetarëve. Kjo është ofendimi më I madh. Plus dulet atje me deklarata politike se këto zgjedhje s'pas kanë qenë legjitime. E mburët ju rolin e organizatave jo qeveritare dhe të këshillave atje të zgjedhor. Që kjo është ofendimi më I madh që keni vënë ti Këshilli edhe mos vazhdojmë atje. Jo, I nderoj kryetari I Këshillit. Nuk mund kryetari I Këshillit. Të falësh, ja dhat mundësinë asaj. Edhe unë do japi përsëri. Jo, nuk ka lidhje atë. Ose respektojnë rregullorin prej fillimit deri në fund nuk ka atë. Se kthejmë utilin edhe një herë. A nuk është korrekte, nuk është korrekte. Ose respektojnë rregullorin e Këshillit ose mos e respektojnë. Rregullorin do të keni 2 herë duhet. Po hajde, ku e keni atë rregullor? Jo për zdit. Deshe që një farë forme jo që të mbështes njënën palë se palën tjetër, por gjithë një të mbështes atë çka mendoj mendimi im ma thotë që është më e drejtë. Data, do të thënë datat qofshin të natyrës historike kanë rëndësi, a kur bisedohet për çështjen e Gostivarit, po ashtu është një interes I përgjithshëm për gjithë Gostivarin. T'ju thënë të drejtën, nuk njoh këto pjesën juridike, si vjet deri te këto riformulime datave e kështu me radhë, por megjithatë në aspektin praktik, po ta mendojmë, unë nëse mban për shumë një situatë e tillë datës që nga pluralizmi, me thonë I funksionimit të Këshillit Komunës Gostivarit, pavarësisht se ka pas probleme jashtëzakonisht vështira në atë kohë, duke marrë parasysh për shumë një periudhë kohore, për shumë 45 vjet ose nuk e di sa vjet ka qenë për shumë një mundnizëm që ka ushtruar një presion që ne tani çdo ditë e shohim për shumë sa ai presion për shumë I asaj qeverisje mundniste të asaj periudhe kohore për shumë cilë padrejtësi I ka ushtruar në gjithë këtë popullat, para se gjithash edhe tek popullata shqiptare, por edhe të tjerët që jetojmë këtu bashkërisht. Për këtë arsye mendoj se kjo është jo në kuptimin e asaj se nga ona e kryetarit që dhe nga ona e propozuesit gjithësisht këtij komisioni për këto çështje që funksionori dhe keni dalë me këtë propozim, keni analizuar këto sende, një farë forme kjo da të mbarë.
sa pash këtu di argumente kyçe nga ana e kryetarit të komunës, do thotë shprehet ajo se komuna nuk është në kufi e caktuara që ka qenë në të 96, po jo ndryshuar. Është fakt se komuna nuk ka qenë në kufi që është tash edhe 92-shin, ai argument që sipas logjikës time që bie poshtë. Argument tjetër që bie ndesh do të fillon pluralizmi në 92-shin. A është cekce, do me thënë 23 vjetori është festu, dhe pse nuk duhet festohet tani, që është problemi 23 vjetori, dhe pse duhet 29 i mujt 6 festohet, ta jonë di argumente që ne duhet këtu realisht i debatojmë dhe jo të mirëna me tash e thonë me është mirë, nuk është mirë. Kush është për? Kush është kundër? Shune në aspektin e administratorit në sektorin për finansa, do t'ju hap një sqarim për buxhetin, propozim buxhetin për vitin 2014. Të gjithë të cilat kanë dhënë mendime, të gjithë sektorët në komunën e Gosivar, të gjithë shfrytëzuesit e mjeteve të buxhetit, të gjithë projektet e ndryshme nga sektori për zhvillimin ekonomik lokal, domethënë jemi munduar që t'i përmbledh një dokument vjetor që quhet buxhet. Buxheti përgatit në bazë të ligjeve që janë në fuqi, ligji për njësinë për veçëvizje lokale, ligji për finansimin e komunave, ligjin për buxhetet, cirkularin buxhetar, i cili na jep shumë informata në lidhje me dotacion që do transferon për vitin e ardhshëm. Në qoftë se shohim një krahas, domethënë buxheti për vitin 2014 propozohet në vlerë prej 1.012.617.000 denar, apo krahasuar me vitin 2013 me 957.550.000, rritja është vetëm 5.75%. Dhe tani unë kërkoj sqarim plotësues nga ana shkryetës nëse ka mundësi të na tregoni domethënë sa është momentalisht aktualisht borxhi në buxhetin bazë në sektorin e arsimit, dhe të shihet se sa është realisht planifikimi. Kërkoj po ashtu sqarim për rritjen e ardhurave jo tatimore, që i përmendim me për zvoglimin e hyrave tatimore, në shkërbjen në sy, kemi zvoglim, dhe zvoglimin e të ardhurave kapitale. Dhe pse realisht planifikoni 52 milion borxhe kur nuk keni në gjendje të mbledhni parat nga buxheti bazë? Apo zvoglimin që përmendet të hyrat tatimore. Hyrat tatimore ka rritje për shkak se janë planifikuar në fondin e informatik që kemi në sektorin hyrat jo tatimore, këtu kemi të bëjmë me taksat e ndryshme, gjithsesi të hyrat për taksat e ndryshme që kemi, prandaj nuk është një krahasim më bën një analizë të realizimit, prandaj do të planifikojmë përveç parasysh të tipit të takore. Kjo historik do të planifikojmë ose të bëjmë në ashtu. Megjithë që thash nuk do ta rëndoj me pyetje për shkak se e prekën në fund një fjali jashtëzakonisht shkurtër, kështu në përvjetëse mbi çështjet e investimeve kapitale, si zhvillimi, programa zhvillimore, Gosivari 2014, kështu që unë do të mundohem këtu sa më praktik, nuk i mbaj mend gjitha ato projekte të cilët janë të prezantuara, po janë të shkruara, i kemi këtu përpara dhe mund të dal një nga ato të analizojmë se si do të arrijmë. Nderuari këshilltar Mujdin, shiretja dha sqarim për buxhetin bazë të komunës, në qoftë se ju kujtohet kur propozum programin zhvillimor të 2014-s, potencum se nga buxheti bazë projekte zhvillimore do të përkrahen me 14.74%. Të cilat 14.74% me vlerë 135.850.000 denar janë inkorporuar në buxhetin që sot e prezantojmë këtu. Veç asaj, projektet të cilat do të kofinancohen dhe mjetet të cilat do të derdhen në buxhet të komunës nga institucione tjera në programin zhvillimor ishte vetëm me 9.6% apo 88.419.000,
e 982 dinar, projekte të cilat përsëri, fondet të cilat përsëri janë inkorporuar në buxhetin bazë të komunës. Pjesa dërmuese e projekteve të cilat ne i prezantuam edhe është dokument zyrtar pasi ju e votuat, me vlerë 697.187.687.668 dinar, apo 75.66% projekte zhvillimore të cilat janë planifikuar të realizohen në vitin e ardhshëm, mjete të cilat nuk do të derdhen në buxhet të komunës, po projekte të cilat do të realizohen në territorin të komunës Gostivarit, janë mjete të cilat janë siguruar nga institucione tjera në forma të ndryshme, grante, donacione, kredi, po mjete të cilat nuk do të derdhen në buxhet të komunës. Të nderuar kolegë këshilltar, nëse ju kujtohet në seancën ku diskutuam për programin zhvillimor për 2014, unë ju thash mbani mend fjalët e mia dhe fjalët e Pajtim Saitit, po thamë që dhe shohim vitin e ri 2014, a janë realizuar ose janë realizuar, po tash ju them juve nuk ka nevojë viti i ri 2014, ka nevojë viti i ri 2013 e ndë shihni se as kërkundi nuk janë as për sa afërmi me atë që u premtuar se do realizohet si program zhvillimor. Do thot, shihni stenogramet, nuk ka nevojë të presini më të madh. Ajo që është shumë domethënëse për këtë buxhet të vitit 2014 është se me të madhe diskriminohen vendbanimet shqiptare. Në Çegran, katastrofë. Për një më të madh duhet investohen 40.000 euro në Çegran. Mund ta paramendoni këtë gjë? Unë nuk e di, gëzohem që ka 3 këshilltarë këtu në Çegrani dhe vetëm një këshilltar del dhe kërkon për vendbanimin e vet. Ku janë di këshilltarët tjerë? Më 11 mars 2013 në kampanjë, edhe kolegu im Nasiri, edhe kolegja Saranda, në kampanjë në Çegran thanë, do ndërtojmë sallë të madhe, do ndërtojmë kanalizimin, do ndërtojmë ujësjellsin 11 mars, do ndërtojmë një udhë që të na qese, ku di ku të na qese. 11 mars, merrni 11 mars edhe shifni se çka keni premtuar atëne. Do thot, mbajja mend, 2013 shkoi. Asnjë DNA nuk u investon në Çegran. Trotuari dhe rruga që u bë, është bë në mandatin e kaluar dhe nuk ka logjik shkoni atje të prit një shirita atje. Logjik nuk ka ajo, e para, e dyta. Tash vjen edhe 2014. Për 2014 komplet Çegranit vetëm 40.000 euro të investohen. Do më thënë në propozim buxhetin për vitin 2014 janë të paraparë edhe programet rrethse, FD, J6, J7, J6, të cilat nuk i potencojnë në mënyrë detale cilat janë projektet të cilat do të investohen. Ata janë parapam në bazë të programeve zhvillimore. Me që janë mirëmbajtje rrugëve dhe rrugisave, rekonstruimin e kanalizimeve, ata në këtë nomenklaturë të buxhetit paraqiten. Ndërsa për projekt planeve zhvillimore, kolega do t'ju japë sqarim, po edhe sqarim ka dhënë. Nuk do të përsëritem, programi zhvillimor që ne prezantuam para 2 javëve është gjithë përfshirës edhe mbulon gjithë territorin e komunës së Gostivarit. Nuk ka vend banim në të cilën nuk është parapaqe të realizohet projekt. Ne nuk bëjmë dallime gjatë kur kena përgatit programën, a është në Çegran, a është në Sërmnof, apo është në Debresh, apo në Vërtok. Kriteri vetëm ka qenë projektet prioritare dhe mundësia për të financuar. Në qoftë se e shihni programin, çdo projekt ka emën me mbiemën dhe kush e financon. Nuk kena dash që të stërngarkojmë programin me projekte imagjinare, por çdo projekt i cili është prezantuar në program ka adresën e saktë ku do të realizohet dhe kush do ta financojë. Faleminderit. Buxhetit propozuar për vitin 2014, nga një analizë e fuktë të hyrave dhe dalave, dhe ashtu siç u prezantuan edhe në slajdet, del ky rezultat. Që ka beseli në mënyrë gjenerale, tash do t'i bëjmë në mënyrë më detajuar për të prezantuar. Nga buxheti total prej 22 milionëve, 607 milionar është shndruar në euro 17.920 milion euro, kur zbritën
681.168.000 denar ose 11 milion euro. Delin 69 milion euro. Nga e cila për liqet minusohet deficiti 52 milion euro, që tam është jo real, nëse është real, 900.000 euro, delin vetëm 6.3 milion, buxhet pas. Që në kupton që është një pamjaftueshmëri e buxhetit për të realizuar të gjithë projektet dhe programet të zhvillimor të cilën juve e keni hartuar për vitin 2014. Mu tregova se deficitin buxhetar, nëse mundet slajdin, ka të bëj me kredite, 37 milion denar, do më thonë nuk është deficit apo mungesë e parave në llogari, po ka të bëj me projektet e reja të cilat planifikon të realizohen në vitin 2014, ashtu siç e kemi pas deficit 51.700.000 denar në vitin 2012. Do më thonë, diçka që planifikohet, është kredit të cilat e bartën banka botërore, për ndihmesën e vendeve të cilat janë në zhvillim dhe në tranzicion me kredite për të ulta 0.8 apo 9% Euroliborit 6 muajor të eurovalutës, këta janë kredite të cilat i bartin institucione ndërkombëtare vendeve në zhvillim. Dhe ne këta i shfrytëzojmë. Kemi fat që jemi një nga komunat shqiptare të vetmit që shfrytëzojmë këto kredite të lira për rregullimin e infrastrukturës në qytet, për ndërtimin e çerdheve të re dhe kështu me radhë. Është situar në bazë të projektit Mundi që është situar me realizimin e saj nga Banka Botërore, nëse nuk mund të realizohet këtë projekt nuk mund të shtetë kreditin nga banka. Këto janë fitu në menaxhmentin tonë me projekte shumë brillante, sukseshme, prandaj drejtimi është kredi që tash i shfrytëzoni në mandatin. Do të thënë për këtë projekt buxheti në vitin 2014 nuk ka të bëjë me kreditin që e kemi marrë, e kemi realizuar nga Banka Botërore dhe është realizuar. Janë furnizuar të gjithë mjetet themelore në ndërmarrjen publike. Gjithë komplet ka kushtuar 51.700.000 denar. Kjo është për vitin 2013, arritën të transferohen mjetet. Ngelen vetëm 7 milioni i atij projekt për ndryshim të bartët në vitin 2014 për arsye se kontrollat që i bëni Banka Botërore dhe personeli teknik nuk arrit që të realizojë të gjithë projektin të dytin për ndryshim publik. Vetëm 7 milioni bartët në vitin e ardhshëm. Përderisa 30 milioni ka të bëjë me 2 projekte të reja, ka të bëjë me rekonstruimin e ndërtimin e një çerdhe të re dhe një kredi që ka të bëjë për usjasin në fshatin Zduj, me sa e di unë, që më falni që e din dhe pajtimi. Do të thonë, kjo është diçka e re. Dhe ne në buxhet e planifikojmë mbas nomenklaturës dhe ligjit për buxhete, njëjtë siç e ka strukturën buxheti i shtetit. Kreditorë që ka fituar komuna e Gostivarit. Ajo tha shumë mirë se është e vetme komunë shqiptare. E të më tregoni ajo kur o fitu ki rritim kreditor. I ta thate vërtetën, që mos bëne këto le manipulime mos bëne. Këtë këto kredi që i keni marrë dhe në tani, dhe që i tentonit i mirin në tarme, është fal të rritimut kreditor që ka fitu komune e Gostivarit. Gostivar ka marrë kredi rriting në vitin 2010 për një natë, për të cilave përbëhet për 60% është struktura e makroekonomisë që e ka nivelli shtet dhe 40% komuna. Këtu flasim për kredit që marrin nga Banka Botërore. Institucion tjetër nuk ka të bëjë me kredi rriting. Si e merr atë kredi mishiret nga Banka Botërore nëse nuk i reformatore si komune, ata që vetë se është komune vetëm shqiptare. Si e merr nga kredi? E për që ashtu të regoja atë që më thonë... Ju e dini çka keni bërë 96-97, keni bërë kanalizime, ujësjellse, rrugë, trotuare, gjelbrime, kur gjatë keni bërë. Qytetarët e dinë, barometri kryesor për dhënë vlerësim për punën e juaj janë qytetarë. Çfarë bëhet 2009 deri në 2013, nevzat. Gjithë fëmijët e qytetit më thonë nevzat, rrof nevzati, se ju ma bëhet ndeja. 4 vjet ju më përmendet vetëm mua. Çfarë punë keni bërë? S'keni bërë kur gjë. Pse nuk bëhet kanalizim Çegran? S'bëhet. Pse nuk kanalizimin Forinë e bëm na. Në Çajle s'bëhet kur gjë. Atë që e bëna unë, u bë, s'bëhet kur gjë. Në Debresh s'bëhet kur gjë. Në Bajnis s'bëhet kur gjë. Zdujnë, nuk bëhet kur gjë. Hamasni. Ju kur e shihni kamerën mendoni se nëpërmjet kamerës do t'i rreni. Kush e di çka thoni ju? E din qytetarët e Gostivarit se jeni mashtrues. E din që rreni. Edhe mundoni të ofendoni. Po ja, mos. Unë baj përgjithësi këtu bashkë me këshilltarët e mi, për shkak se na kemi koordinim. Na kur kemi dalur
në aktivitetet parazgjedhore, kemi prezentuar programin. Si jemi si ju të fshejmë program. Programin tonë e ka çdo qytetar. Mund të kërkojnë kur do. Edhe atë çka ju kemi premtuar qytetarëve tonë, për 4 vjet të ardhshëm, na do të realizojmë. Nuk e realizojmë. Qytetarët nuk na japin votën. Po qytetarët habitën. Nuk e di ju a kontaktoni, a s'kontaktoni, a rrini vetë me vete, a kur folni nuk i ndëgjoni fjalët e ju e çka thoni, ju duhet t'i mirëni incizime, t'i lutni këto shtëpijet këtu që miren me informimin e qytetarëve, qofte vetë dyshja apo globi, mirëni këni CD, ju apin pa pare, ju apin atë. Ta ndëgjoni vetë vetën çka keni thonë. Është mirë ajo, për të mirën e juaj. Se unë e kam qef debatin, unë e kam qef pluralizmin, unë e kam qef demokracinë. A dini çka thonë qytetarë? Si mundet Gostivari ndryshohet për 8 muaj? Gropat i mbushnin me bekatonka, gjyna. As një rrugë nuk rrugullut. As ujqilësin se rrugullut. As një kanalizim nuk bëhet. Kur gjë s'bëhet? Përveç që ngrin një 2 gishtat. Kështu bëjnë. E kështu, me 2 gishtat. Si me 2 gishtat? Me 2 gishtat, njerëzit nuk donë 2 gishtat. Qytetarët donë punë. I nderuar kryetari i Këshillit, të nderuar kolegë këshilltar. Nuk e di, para 1 ore diskutuam për a jemi korrekt a nuk jemi korrekt në takimet tona për të koordinuar punët. Dhe tash e shihni dëshmitar jeni krejt ju se a ka hapësirë për një korekci të kësaj natyre, nuk ka hapësirë. Dhe deri ku kam ri puna e provokimeve. Numër 1. Dhe thotë, unë kërkoj falje që të dalë pi temës, ama qashtu, edhe kryetari ju i dul pi temë, po edhe unë të dalë pi temë. Po hiq, asnjë fjalë nuk tha për buxhetin. Ajo është propozuesi i buxhetit, ndërsa asnjë fjalë nuk e tha për buxhetin. A pse nuk e tha e dini më ju? Në 1. Unë nuk e di çfarë në kupton ai me vokabular jo njerëzor. Unë si Vesil Mehmeti jam ndërtu dhe kam atë personalitetin tim dhe e din shumë mirë. Dhe dil këtu dhe më trego se për çfarë vokabulari jo njerëzor unë përdori në këtë këshill të komunës së Gostivarit. E para. E dyta, na tregoj një të vërtet që e kena ditë, mirë po tash edhe zyrtarisht na tregoj se komuna e Gostivarit nuk ka sekretar. Mund të paramendoni, shkoj 2013 nuk ka sekretar. A sipas informatave që i posedojmë ne, me sistematizimin e ri, sekretari komunës së Gostivarit për herë të parë do jetë nga komuniteti i Maqedonës. Është mirë ta dinë këtë mediumet, prandaj nuk ka sekretar deri më tani. Nuk e kisha ndërmend të dalë në këtë foltore, po me që isha e provokuar dhe jam e obliguar të jap disa sqarime, dhe pse s'dua debate private në këtë këshill, sepse jemi ne të emëruar si këshilltar dhe duhet të vendosim për çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë domethënë me projektet zhvillimore dhe me planet e realizimet e tyre në këtë periudhë 4 vjeçare, për të cilën edhe jemi zgjedhur si këshilltar. Mirë, po më provokoi kryetari me i juaj. Kryetari juaj, personalisht them, nuk është ai kryetar për mua legjitim, Gostivari ka kryetarin e saj legjitim. Dhe turrin e këtu. Legjitimi turrin e këtu. Jesus, nuk e shef çka provokon se na tek verë. Çfarë jetë u gote? Kise vetëm ajo është më e mirë se çfarë filloi ajo ta? E këshilltarët prej në vend, prej këtij momenti. Ai që do të marrë fjalën do dalë jashtë. Ju lutem. Ju lutem prej vend as kush pa mos e marr fjalën nuk guxon fol. Kush do të thotë? I falenderojmë kryesuesit Këshillit që për herë të parë në mënyrë procedurale reagoi, ashtu siç duhet, dhe është hera e parë dhe është për të përshëndet faktin që reagoi në mënyrë procedurale dhe kështu duhet veproni në të ardhmen, ju përgëzoj për këtë rast.
ishte tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh në TV Globi. Të nderuar shikues, do të takojmë sërish në edicionet e radhës. Deri atëherë, miru pafshim.